Përfundimi i festave të fundvitit shënon rikthimin gradual të qytetit në normalitet, por për shumë individ, kjo periudhë shoqërohet edhe me një ngarkesë të dukshme emocionale, pas ditëve të mbushura me takime familjare, pushim dhe atmosferë festive. Janari sjell qetësi, rutinë dhe shpesh një ndjesi rënjeje të energjisë dhe motivimit. Psikologja klinike Loreta Tomaj shpjegon se kjo gjendje emocionale është e zakonshme dhe lidhet me kontrastin mes periudhës festive dhe rikthimit në përditshmëri. Pas festave të Krishtlindjes dhe të vitit të ri, takimeve me njerëzit, fishek zjarreve, ngjyra të ndezura që veshim apo kemi në shtëpi, apo drekave dhe darkave, daljeve e kështu me radhë, vjen momenti ku nga kjo kohë e zakonshme kalojmë një kohë të zakonshme, që është ajo pas festave dhe rifidhimit të shkollave apo të angazhimeve të tjera që njerëzit kanë. Kështu që me siguri mungon një farë motivacioni, trupi është i lodhur prej festave apo mendja dëshiron të vazhdoj të jetoj festen apo pushimin dhe si rrjedhoj, le të themi që me delikatesë, me butësi ndaj vetes tonë, ndaj trupit dhe mendjes tonë, mendoj që e pranojmë edhe këtë mos dëshirë për të bërë gjërat, këtë mungesë motivacioni. Tomaj thekson se kjo situatë nuk duhet parë si problematikë alarmante, por si një fazë kalimtare e adaptimit psikologjik. Le të themi që alternative mundshme mund të jenë edhe udhëtimet apo çdo gjë tjetër. Puna është se këto gjëra na largojnë prej kontaktit me veten nëse ne me të vërtet nuk ulemi dhe kuptojmë se çfarë po ndodh emocionalisht me veten tonë. Pranimi i ndjesive të lodhjes apo mungesës së motivimit, komunikimi me familjarët dhe miqt, si dhe kujdesi për shëndetin mendor, ndihmojnë në kalimin më të lehtë të kësaj faze, duke bërë rikthimin në përditshmëri një proces më të natyrshëm dhe të qëndrueshëm.